Të gjitha, vallai, me sa i shohun të gjitha janë shtrejtue, kështu që pika e parë është qeveria duhet me ndërhy. Inflacioni ka shkuar tepër lart, rrogat janë jo stabile, jo të larta, po thot i kom rrit 500 euro rrogën, a qajo rrogë që tash vlen 250 euro me ngritjen e çmimeve. E çka me bo punëtorët? Çka me bo me atë rrogë? Ka antarë të familjes shumë. Gjitha produktet janë duke u rritur. Mrana jave shkojnë për pjetë, kur shkojsh me këshyrë, s'ki. Unë po flasë kështu realisht, për para ku marrë me 200 euro harqen e shtëpisë, tash me 400 euro që ato s'muj me mri. E çka po bojnë këta pushtetarët tanë? Këta vetëm po shtyhen për karrik, nuk po mendojnë për popullat të Kosovës, po mendojnë për gjepat e vetë, pse rrogat i kanë të majme, e po neve si intereson. I janë çmimet e larta në krahasim me tarna që kemi, se na jetojmë me pensione, krejt, në përgjithësi, krejt janë ma shtrenjtë. Për tarna që kemi, minzi që pi dalim s'kejt, po do të me hangër pa tjetër, s'ki qare. Unë di Krasniqi. Apo ju duken qartë ta çmimet në vendin tjetër? Po tash kur të bëjsh mend që tash nuk janë qash nalta. A ma herët po janë konë. Po dhe tash po vinë pika mosës se s'po punojnë fort këtu. S'pe do kërkush. Po valla të shtrejt. Vaje, shiqere, këtu të masenët jenë të shtrejta. Po s'ki qare pa i përdurë. Është e rëndshme sepse këtë ndim me çmime është varëgis që vite, ndoshta me dekada, ndërsa përgjigje adekuate qytetari konsumator edhe taksa pagues akoma nuk ka. Për të qenë vetë kritik, e duhet ndonjëherë të jemi, duhet gjithmonë të jemi vetë kritik, një pjesë e përgjegjësisë është e jona. Nëse u kujtohet para 28 janarit dhe para 7 qershorit, unë të gjithë qytetarët konsumator atë botë në rolin e elektoratit, ju pa ta drejtu me lutje që ta votojnë atë parti dhe atë kandidat që ka program për mbrojtjen e konsumatorit. Ne i votojmë të gjithë pa program për mbrojtjen e konsumatorit. Do me thënë, ne aso koha jemi pajtu që në pri kushdo qoftë pa program për mbrojtjen e konsumatorit, pa i pas parasysh të drejtat tona. Edhe ashtu asë një legislaturë qeveritare nuk ka dëshmu që e njeh qytetarin konsumator dhe që i ka parasysh, i ka para vetes të drejtat, obligimet, intereset dhe dignitetin e kauzës së konsumatorit. Qytetari konsumator ka kaluar në latencë, që të thotë se ka filluar të humbë besimin. Ata që janë më agil, ata ankohen drejt për drejtë nëpërmes mediumeve. Zotit shoqëri kemi disa mediume me kontakte të drejtë për drejta që i mundsojnë qytetarit konsumator të thonë atë që kanë me thënë, të thonë publikisht. Në anën tjetër, nëse ne shkojmë nëpërmes inspeksioneve, inspeksionet po ankohen se nuk kanë numër të mjaftueshëm, domethënë nuk janë të përkrahur mjaftueshëm në aspektin kadrovik, në aspektin financiar dhe në aspektin teknik. Nëse rasti shkon më tuti në gjykatë, gjykata është e stravngarkuar dhe një moshatar i imi 75 vjeç duhet të presë 10 vjet për të zgjedhur rasti dhe Zoti nuk garanton se ne do të kemi moshë 10 vjet për ta pritur dhe për ta gëzuar vendimin gjyqësor. Nuk ka masa.
Nuk ka masa, sepse thash është problem global. E trashëguam që nga para lufta inflacionin, u sforcua, filloi si ortek me pandeminë e Covidit, pastaj i dha zjarr edhe lufta në Ukrainë, eskaloi edhe më shumë me luftën në Izrael e Iran, edhe ngushtica e Hormuzit pe jep kontributin e vet, kontributin thojza, dhe ne jemi në pamundësi për të bërë vetë diçka si shtet. Një mundësi e vogël ka qenë nëse ne do ta kishim valutën tonë, por nuk e kemi dhe as që kemi provuar që ta kemi. Një mundësi e vogël ka qenë po të kishim disa kapacitete prodhuese që kemi pas dikur për luftës, por i shitëm panikoqirllëk, i privatizum panikoqirllëk. Dhe çka do të bëjmë? Projekti ose ligji për partneritetin publiko-privat është në dorë të partive politike. Domethënë nuk është ligj në plot kupimin e fjalës partneritet publiko-privat. Askush nuk është interesor që askujt t'i jap mundësi që të investoj dhe që t'ja shohim hajrin të gjithë. Në intervistë për çmimet e larta.